Serbët kur humbin vajtojnë dhe luajnë rolin e viktimës, madje gjejnë edhe qime në ve. Një humbje që ju dhem shumë nga bokseri shqiptar Meriton Karaxha. Fitoria madhështore e Karaxhës i tronditi serbët. Media serbe Kurir ka shkruar pa fije turpi në mënyrë skandaloze, duke sulmuar bokserin shqiptar. Gjyqtari Mikel Maksiuta mori një vendim më shumë se skandaloz për të ndalur ndeshjen dhe për t'ia dhënë fitoren Karaxhës. Vëmendja ishte mbi bokserin serb nga Nishi, Gjorgje Stojković, dhe konkurentin vendas me origjinë nga Shqipëria, Meriton Karaxha. Në mes të raundit të katërt, Karaxha e kafshoi Stojkovićin në shpatull, kështu që bokseri serb e kapi shpatullën për shkak të dhimbjes. Shkaravit media serbe. Megjithatë pasoi një skandal edhe më i madh, pasi gjyqtari Mikel Maksiuta mori vendim më shumë se skandaloz për të ndalur ndeshjen dhe për t'ia dhënë fitoren Karaxhës. Vendimi u regjistrua si një nokaut teknik, kështu që shqiptari fitoi në vend që të skualifikohej, shkruan më tutje mediumi serb. Deri në pushim, ndeshja ishte e shkëlqyeshme dhe Gjorgje po merrte iniciativën dhe me siguri do të kishte arritur një fitore tjetër në ringun jashtëfushë. Federata Serbe e Boksit Profesional do t'i dërgojë një ankesë zyrtare Federatës Belge të Boksit dhe do të kërkojë që pamjet e ndeshjes të rishikohen dhe vendimi i marrë të ndryshohet, reagoi nga Federata Serbe. Humbje që po ju dhem shumë serbëve dhe tani disfatën mundohen të arsyetojnë me reagime bajate, si gjithmonë para opinionit të tyre në Serbi.